Esat Shala është dëshmitari më i mirë i imazheve të luftës Kosovës dhe i fotografive. Ka, do ta thot vetë tani, ndoshta po e quaj arkivin më të mirë që ekziston. Esat, faleminderit një herë. Sa minuta filmime ke? Ne posedojmë për momentin mbi 30.000 orë inqizime. 30.000 orë inqizime. 30.000 orë inqizime të luftës Kosovës. Mbi 90% nuk janë të publikune, për shkak të pamjeve trona cilat janë mbrana aty. Se janë imazhet e masakrave. Më shumë janë fokusuar në masakrave. Edhe është e çuditshme qysh ky numër kaq i madh i masakrave me pas në dorë edhe mos më bëu asgjë për të krijimin deri më sot. 30.000 orë xhirime. Edhe 1.200.000 fotografi. 1.200.000 fotografi. Dhe fotografitë kanë lidhje me masakrat? Po të gjitha me masakrat. Janë po me shumë trona. Kujt ja ke marrë? Si i ke mbledhur? I kum grumbullu në për individ ndryshëm, se kanë qenë gjatë luftës kamermona, fotografa, edhe fillimisht nuk ka problemi bind ta njerëz që mi morën atë inqizime, sepse kanë qenë rinë atë kohë në 2005. Edhe kum arrit me bind, por një pjesë e mollë më kanë rrohur. Si të kanë rrohur? Sepse kum qenë shumë i ri edhe u ka problem me bind, ju ka do kjo puna ime shumë hajgore. Në fakt sa do është puna ime ma serioze në Kosovë që mu argumentu. 30.000 orë filmime dhe 90% e tyre nuk janë pa kur nga publiku në Shqipëri. Për shkak të po me trona nuk janë po asë në Kosovë, po 2.000 orë inqizime të masakrave i kum dërzu në gjykatën speciale në Hagë vitin e kaluar. 2.000 orë inqizime në gjykatën speciale të Hagës. Po me të matrona që janë të masakrave. Po nga të erdhi ideja për të marrë me inqizimet? Po pas përfundimit luftës kum kërku me gjithë disa fotografi të mija të familjes, ku një gazetar norvegjes. Sa vjeç ishe gjatë luftës? 12. E ku ke jetu gjatë luftës? Kena jetu në malit Berishës deri në qeshur të natën 9, ku ka qenë një jetë shumë e vështirë, 2 muajt e fundit kena jetu vetëm me miser, edhe higjiena u konë në nxerrë, dhe më thonë kena qenë pa pastru, pa higjienë, pa... 12, do të thënë ti ke qenë 12 vjeç dhe ke ndej 3 muaj në mal? Në mal vetëm me misër këna jetu. Vetëm me misër? Edhe granatime këna pas gjithë herë prej forcave serbe. Po ju mbron të QK-ja? S'ka pas mundësi, sepse kanë gju me kaqusha, me minaheca, me granata. E sa veta ishit atje? 85.000 vetë këna qenë. 85.000 vetë të futur në mal në pyll për të mbrojtur? Edhe këna qenë vetëm me një burim të ujtë këna qenë të furnizun të gjithë, 85.000 banorë. Vetëm një burim ujë? Një burim ka qenë, ku ka posë rast këna pritë 24 orë mi morë një shish me ujë. Dhe gjatë saj kohë ju morët vesh dhe faktin që motra juaj ranë luftë? Ne këna morë vesh ku këna qenë në shpetë. Motra ishte pjesëtare UÇK-s? Po, ka qenë prej ditëve të para. Prej ditëve të para? Po, tani orë në Shqipëri... Çfarë moshe kishte? 21 vjeçare. Po, e mban mend ku shkoi në UÇK? Po, shumë mirë. Edhe kur u nis nga Cahoni... Pra, ajo ishte në Kosovë, doli luftoj me UÇK në Kosovë. Pastaj u fut, ku ka luftu? Betejën e 9 majit, natë 8 në Gryklla Boshnikit. Po? Kur më shel Gryklla Boshnikit. Dhe 21 vjeç ishte bashkë me fejuarin? Po, edhe me vllavin Shpendin, 18 vjet në atë kohë. Edhe vllai tjetër? Po, ka qenë atë. Luftë. Pastaj motra shkoi me grupin e Muj Kresniqit në Cahan të Shqipërisë. Për më armatos, më morë një armatim. Ku ishte baza e UÇK-s? Po, edhe? Ka qëndru aty një muj, ose ma shumë, edhe ka fillu tani rrugën për Kosovë, bashkë me komandant Muj Krasniqin. Po? Edhe për fat keq në një prit shumë të organizuar, edhe bien heroikisht. Kanë frikë se ata kishin informacion për lëvizjen e UÇK-s? Po, ka qenë shumë prit të organizuar, edhe për fat keq. Edhe, po, çfarë thanash ndodhi? Po, tani pastaj motra ime kishte tregu ku ka nis rrugën prej Sahunit në Kosovë, domethënë një nacizme ja ka vrarë komën, edhe ka hek, domethënë orë pa cizme orë deri kur ro heroikisht. Domethënë bura ka qenë 2 metra, asor ka qenë shumë -20, -30. Ajo u vra bashkë me fejurin? Me fejurin, me komandantën edhe me 40 ushtarë tjerë. Aty humbi jetën dhe Muj Krasniqi, i cili ishte një nga 3 luftëtarët e parë që së bashku me Daud Haradinaj dhe Recep Selimin dolën publikisht për të përfaqësuar ose për të treguar që UÇK-ja ekzistonte 28 nëntor vitit 1997 në varrimin e mësuesit Halit Geci, i cili kishte humbur jetën në mënyrë kriminale duke i dhënë mësim nxënësve të tij në klasë. Madje pretendohet që
mbrojti me trup nxënësit që të mos merrnin plumba. Po edhe ju se morët vesh shumë e motrës? Në lajme të vishës në atë kohë i ngajshëm, edhe jetur ka qenë. Po, na kena ditë që dikush do të më vra për këtë liri, edhe nuk jemi pishman as i familje. Sepse po në atë vit edhe agja im do më mjek i pare që kësë, doktor Hafishala, me 10 prill 98, është i zhdukur në rrethona shumë të njohura, edhe për fat keq deri më sot nuk dim për fatin e tina, por dihen autorët që e kanë qitë në prit. Dihen autorët që kanë qitë në prit. Dhe ju si e morët vesh lajmin e motrës? Përmes të veshës në atë kohë këna ngu në televizion. Televizioni shqiptar. Po më pasu... I ka dho me emna, i ka dho. Po më pasu interesuat për të marrë vesh si këshin qenë momentet e fundit? Në bazë dëshmitarëve që të regojnë, mas pari u vra një fejuri, Loni, pastaj motra eme ka kap aton, s'ka dosh me lon aty. Edhe ka kap në gjëk, se ka një që u mos më le. Edhe ka thonë ai vazhdo rrugën se ne s'më me tu mu, në atë moment ka ndru jetë. Pas pak është plagos edhe motra në 2 vena, në Kom edhe në Bel të, o plagos, disa ushtare ka në ndimin e parë, po aja ka thonë s'du me tu, s'ka dosh me tu. Basi humbit fejuri. Po duke e organizu një prit tjetër disa ushtarë me dollë forcave serbe si hakmarrje, edhe ka ronë prit tjetër motra me disa ushtarë edhe ka ndrujet, dhe më ka pas një plëm të në vetëll në altë. Ku e varrosën? Mas pari kanë morë forca serbi, kanë qenë në Mark Prizrenit, ku kanë kërku, kanë qitë kusht që me shku me identifiku cila është kufuma e muj Krasniqit kanë qenë të interesun për me liru tjera kufuma. Kusht e kanë pas me të regu cila është muja për me të rri kufumas. E qëfar kanë do? Për ndryshe nuk i kanë shu kufumas, në kanë dërzu. Po jenë shku babgjyshi jem dhe disa persona tjerë, jenë shku atje dhe e kanë konfirmu dhe forcave serbe që është muj Krasniqi, dhe pastaj disa pleqë të moshuar të krushës të madhe të vogël, i kanë marrë me kamiona dhe i kanë pru në Polas Drenicës, me 19 dhjetor edhe bo varrimi tyre. Po sot ku është e varrosur? Po për fat keq është u varros në Polas në atë kohë, dhe para 6 viteve shteti Kosovës e ban zhvarrimin e tyre dhe i lën trupin e tyre në gjysmë. Pse? I kanë qunë në një fshat tjetër, në Morin e bo rivarrimi tyre, edhe prej Polasit dhe mo i kanë hjek me eskavator, ku gjysëma e trupit motrës time është në Polas, gjysa është në Morin. Dhe ndërko, vllai që ka luftuar që 18 vjeç, çfarë bën sot? Është oficer në Ushtrinë e Kosovës. Është oficer në Ushtrinë e Kosovës. Tani 30.000 orë filmime, 1.200.000 fotografi, i disponon në version digital të gjitha? Janë digitalizune, po një pjesë e modhe, përmi 6.000 kaseta janë pa digitalizune, janë shirit, që janë duke u dëmtuar. Janë shirit, dhe ti ke parë shirit edhe po nuk i ditë çka në brenda? Jo, se unë këshyrë, se sa punë shumë e mundimshme. U kop shiriti, këputet shiriti, du me morë me qelë kasetën, me rrugë shiritin. Pra janë kaseta vërse të zakonshme. Pa isje shumë të mira për me bo digitalizimin e tyre. Për t'i kthyer në version digital? Digital. Unë s'ka mundësi. Kushdo që ka mundësi ta ndihmoj, do ishte një kontribut jo për Esadin, por për Kosovën dhe historinë e saj. Do ishte një kontribut i jashtëzakonshëm. Do e dorëzosh shtetit Kosovës? Ja ku më dërzohë mbi 15.000 orë në Institutit të Krimeve të Luftës. 15.000 orë? Po, edhe mira fotografi, ditare, harta ndryshme. Është edhe një histori tjetër e shkurtër e Esadit që lidhet me një ditar të forcave serbe, si është historia e ditarit? Po, ditare kanë marrë forcat ato që këtë gjatë luftës, ku i kanë fitu betejat. Në ditar shkruhet që ai ditar është ndaluar me rënë dorë të armikët. Edhe është një ditar shumë i rëndësishëm. Po, është të përkthyer në gjuhën shqipe në Tiranë të. Po. Edhe në ditar është i dokumentuar edhe i argumentuar çdo masakër që ka ndodhur në Kosovë. Është si i dokumentuar? Është i shkruar për shembull ku ka marrë pjesë në masakrën të Krushës, e ki komandantin i cili ka marrë pjesë, zanës komandantin, ushtarët e tij, armatimin i cili e kanë poseduar, po me Cirilicën shkuan shumë pastërt edhe mirë. Edhe viktimat? Edhe viktimat shqiptarëve, po edhe nëse kanë pasur edhe serbët viktima, janë shkuar në ditar. Ku e ke ditarin sot? Në Tiranë është. E ke sjell për çfarë? Me përkthyer në gjuhën shqipe. Dhe do ta botosh? Duhet më botu dhe besoj një kopje si të përkthehet do ta dorëzoj ty personalisht. Shumë faleminderit.
Esadi është arkiva më e madhe dhe më rëndësishme e luftës Kosovës. Një prej luftrave më dramatike, më të vështira, por dhe më heroike të shqiptarëve. Suksese. Faleminderit për ju. Sukses. Me një dëshirë, një qëllim, të gjitha jetu përbetuar, të dilin